Dua të bëm kryetari i Freshit. Realisht dua të bëm kryetari i Freshit. Konicës do i përgjigjesha me fjalët e Gjergj Fishës, Shqipëria do bëhet për inat shqiptarëve dhe politikanëve. Prandaj jemi sot këtu për të bërë një grup të rinj që të jemi faktorë në parti dhe ato të vjetrit e partia jonë, të partia tjetër e tjetër, thonë, shiko, është një grup të rinj që ne po na ashtu. Kështu që do të citoja Nën Terezën që duhet të jesh ndryshimi që ti kërkon të shikosh në botë. Nuk kam ardhur për të bërë ndryshimin, jo për të konformizuar. I rrëshkite përgjigjes. Nëse jeta jote do ishte një film. Mund të ishte Wolf of Wall Street, po pa pjesën ilegale. Politikë studiot më shumë marketingu, po përpara se të bëjmë politikë, unë jam këtu me një dashuri të madhe për të bërë një punë të madhe me Shqipërinë. Tani të gjithë keni folur si ministra këtu. Ne duam na tregoni për veten. Bota e politikës është një botë shumë e egër dhe e di shumë që është një botë sakrificash, por tradhtia jo më kot është në rrethin e 7 të Dantes. Një politikan i Zotit ditë të kënaqë të gjitha palët, ditë të arrijë qëllimet e tij. Dojnë se të rinj duhet të fokusohen tek lumenjtë ekzistente dhe duhet të ndërtojnë ura në ato lumenjtë të cilët po marrin përpara vitet dhe ditët më të mira që kanë të rinj shqiptar. Këtë mendoj. Nëse ke atë xixhen për të bërë një gjë më të mirë se sa vetja, për të bërë diçka për te vetes, ky është forumi i dur. Në fakt që politika është gjithmonë ekzistente, nuk ka nevojë të jesh në një ishull apo të jesh në situata të vështira për ta shpikur. Duhet pyesja të djalin që tha do ikin në Amerikë me Skype, do ta drejtosh partinë? Po zgjedh metodën time, në mënyrë që